Mësimet e panjohura të Lao Tzu nga Hua Huqing. 1. Unë arri rrugën integrale të bashkimit me taun madhështor dhe misterios. Mësimet e mia janë të thjeshta. Nëse përpiqesh të ndërtosh një fe ose shkencë prej tyre, ke për t'i humbur thëniet e tyre. Të thella por të qarta, këto në vetvete përmbajnë të gjithë të vërtetën e universit. Ata që dëshirojnë të dinë të gjithë të vërtetën marrin gëzim duke bërë punën dhe shërbimin që atyre u vjen. Pasi e përfundojnë atë, ata më pas marrin gëzim duke pastruar dhe ushqyer veten, duke u kujdesur për të tjerët dhe për veten e tyre. Ata më pas i drejtojnë mësuesit për instruksione. Kjo rrugë e thjesht të çon në paqe, virtyt dhe bollëk. 2. Njerëzit që dëshirojnë të jenë të vetëdijshëm për të gjithë të vërtetën duhet të përvetsojnë praktikat e rrugës integrale. Këto disiplina të nderuara nga koha i qetësojnë mendjen dhe e sjellin njeriu në harmoni me gjithçka. Praktika e parë është praktika e virtytit të padallimshëm. Kujdesu për ata që e meritojnë. Gjithashtu dhe në mënyrë të barabartë, kujdesu për ata që nuk gjenden këtu. Kur ti e zgjat virtytin tënd në të gjitha drejtimet në këtë mënyrë pa bërë dallime, këmbët e tua janë të vendosura fort në rrugën që kthehet në Tao. 3. Ata që dëshirojnë të mishërojnë Taun duhet të përqafojnë të gjitha gjërat. Të përqafosh të gjitha gjërat do të thotë që së pari njeriu të mos mbaj zemërim apo rezistencë ndaj ndonjë ideje apo gjëje, e gjallë apo e vdekur qoftë ajo, me një formë ose jo. Pranimi është vetë esenca e Taos. Të përqafosh të gjitha gjërat do të thotë gjithashtu që njeriu të çlirohet nga çdo koncept ndarjeje, si për shembull ajo e mashkullit dhe femrës, vetja dhe tjetri, jeta dhe vdekja. Ndarja është kundërshtim me natyrën e Taos. Duke lënë mënjan antagonizmin dhe ndarjen, njeriu hyn në një shmërinë harmonike të gjithçkaje. 4. Çdo kush që largohet nga Tao ndot shpirtin e vet. Zemërimi është një largim, rezistenca po ashtu një largim, rëndësia vetjake një tjetër largim. Gjatë shumë mjetëve, bara e kontaminimeve mund të bëhet madhështore, dhe ekziston vetëm një mënyrë për të pastruar veten nga këto ndotje, dhe kjo është praktikimi i virtytit. Çfarë nën kuptohet me këtë? Të praktikosh virtytin do të thotë që në një mënyrë altruiste tu ofrosh të tjerëve ndihmë, duke dhënë pa kufizim kohën, aftësitë dhe zotërimet e tua në shërbim, kurdo dhe kudo që ato të nevojiten, pa paragjykuar identitetin e atyre që ka nevojë për to. Nëse gatishmëria jote për të dhënë bekime është e kufizuar, po ashtu është edhe aftësia jote për t'i marrë ato. Ky është funksionimi delikat i Taos. 5. A imagjinon se universi është titrazuar. Atëherë shko në shkretëtir natën dhe observoj yjet. Kjo praktik duhet i përgjigjet asaj pyetjeje. Personi superior e fikson mendjen e vet ashtu si universi fikson yjet në qiell. Duke e lidhur mendjen e vet me origjinën delikate, një e qetëson mendjen. Pasi mendja qetësohet, ajo natyrshëm zjerohet dhe më pas mendja e dikujt bëhet po aq madhështore dhe e pamatshme sa vetë qielli i natës. 6. Tao krijon çdo formë, por Tao nuk ka asnjë formë të vetën. Nëse disi ti përpiqesh të përcaktosh një pamje të Taos në mendjen tënde, ti do ta humbasësh atë.
Kjo është sikur të kapësh një flutur. Lëvozhga është kapur, por fluturimi humbet. Pse të mos kënaqemi thjesht duke e përjetuar atë? 7. Mësimi i rrugës integrale do të vazhdoj për aq kohë sa ekziston një Tao dhe një që dëshiron ta mishërojë atë. Ajo që është pikturuar sot në këto rrotulla do të shfaqet në forma të ndryshme në shumë breza në vijim. Megjithatë, këto gjëra nuk do të ndryshojnë asnjëherë. Ata që dëshirojnë të arrijnë njësinë duhet të praktikojnë virtytin e padallimshëm. Ata duhet të shpërndajnë, ndryshe hedhin tej, të gjitha idetë e dualitetit, asaj të së mirës, së keqes, së bukurës, së shëmtuarës, së lartës dhe së ultës. Ata do të jenë të detyruar të braktisin çdo paragjykim mendor lindur nga besimi kulturor ose ai fetar. Në të vërtetë, ata duhet ta mbajnë mendjen e tyre të lirë nga çdo mendim që ndërhyn në të kuptuarit e tyre të universit si një unitet harmonik. Fillimi i këtyre praktikave është fillimi i çlirimit. 8. Unë rrëfej se nuk ka asgjë për të mësuar, asnjë fe, asnjë shkencë, asnjë grup informacioni që do ta çojë mendjen tënde përsëri në Tao. Sot unë flas në këtë mënyrë, nesër në një tjetër, por mënyra integrale është gjithmonë përtej fjalëve dhe përtej mendjes. Thjesht je në vetëdijshmëri për njëshmërinë e gjërave. 9. Një që dëshiron admirimin e botës do të bëjë mirë të grumbullojë një pasuri të madhe dhe më pas ta jap, ndryshe dhuroj atë. Bota do të përgjigjet me admirim në përpjestim me madhësinë e thesarit të dikujt. Por sigurisht kjo është e pakuptimt. Ndaloje përpjekjen pas admirimit. Vendose vlerësimin tënd në Tao. Jeto në përputhje me të. Ndaj me të tjerët mësimet që të çojnë në Tao dhe ti do të zhytesh në bekimet që rrjedhin prej ti. 10. Egoja është një majmun që katapulton nëpër xhungël. I ma gjepsur tërësisht nga sfera e shisave. Ai lëviz nga një dëshirë në tjetrën, nga një konflikt në tjetrën, nga një ide egoiste në tjetrën. Nëse ti e kërcënon atë, ai në fakt ka frikë për jetën e tij. Lëre këtë majmun të shkojë. Lëri shqisat të shkojnë. Lëri dëshirat të largohen. Lëri konfliktet të ikin. Lëri idet të zbehen. Le të shkojë tërëllimi i jetës dhe vdekjes. Thjesht qëndro në qendër, duke parë. Dhe më pas, harro se ti je aty. 11. A të tërheq një aromë më shumë se një tjetër? A preferon këtë shije apo atë ndjenjë? A është praktika jote e shenjtë dhe puna jote laike? Atëherë, nëse po, mendja jote është e ndarë nga vetvetja, nga njëshmëria, nga Tao. Mbaje mendjen tënd pa ndarje dhe pa dallime. Kur mendja jote është e tillë, e thjeshtë, e qetë, atëherë të gjitha gjërat mund të ekzistojnë në harmoni dhe ti mund të fillosh të perceptosh të vërtetën delikate. 12. A dëshiron të banosh në hapësirën e shenjtë, të kesh respektin dhe shoqërinë e qenieve më të larta shpirtërore, të mbrohesh nga rojet e 8 rrezeve të fuqishme të energjisë. Atëherë vlerësoje rrugën integrale. Shikoj këto mësime me nderim, praktiko të vërtetat e tyre, ndriçoj ato te të tjerët. Ti do të marrësh po aq bekime nga universi sa ka kokra rëre në lumin e përjetësisë. 13. Grimcat e vogla që formësojnë universin e gjerë nuk janë as pak të vogla.
As edhe universi madhështor nuk është madhështor. Këto janë të gjitha nocionet të mendjes, e cila është si një thik, gjithmonë duke u coptuar te nga tao, duke u përpjekur ta bëj ato të kapshëm dhe të menaxhueshëm. Por ajo që është për te i formës është e pa kapshme, dhe ajo që është për te i njohjes është e pa menaxhueshme. Megjithatë, ekziston ky ngushëllim. Një që lëshon thikën, do ta gjej taun në majë të gishtave të vet. 14. A mund ta shpërbësh egon tënde? A mund të braktisësh idenë e vetes dhe të tjetërit? A mund të heqësh dorë nga nocionet mashkull dhe femër, e shkurtër dhe e gjatë, jetë dhe vdekje? A mund t'i lësh të gjitha këto dualitete dhe të përqafosh taun pa skepticizëm apo panik? Nëse po, ti mund të arrish zemrën e njohshmërisë integrale. Gjatë rrugës, shmang të menduarit për njohshmërinë e pazakont, atë të lartësuar, sublim, transcendental. Sepse ajo është njohshmëria, ajo është për te gjithë kësaj. Është thjesht e vërteta e drejt për drejt, esenciale dhe e plot. 15. Për një qenie të zakonshme, të tjerët shpesh kërkojnë tolerancë. Për një qenie shumë të evoluar, nuk ekziston diçka e tillë si toleranca, sepse nuk ka gjë të tillë si një tjetër. Një ka hequr dorë nga të gjitha idetë e individualitetit dhe ka zgjeruar vullnetin e vet të mirë pa paragjykime në çdo drejtim. Një asnjëherë nuk urren, nuk reziston, nuk konteston. Një thjesht është gjithmonë duke qenë dhe mësuar. Të duash, të urresh, të kesh pritshmëri, të gjitha këto janë lidhje. Lidhja pengon në rritjen e qenies së vërtetë. Prandaj qenia integrale është e lidhur me asgjë dhe mund të lidhet me të gjithë me një qëndrim të pastruktruar. Për shkak të kësaj, vetë ekzistenca e dikujt përfiton të gjitha gjërat. Ai sheh, diçka që ka formë është e barabartë me atë që është e pa formë. Dhe ajo që është e gjallë është e barabartë me atë që pushon. Kjo është e vërteta delikate, jo një shpikje fetare, por vetëm ata që tashmë janë shumë të evoluar do ta kuptojnë këtë. 16. Shumica e religioneve, feve të botës shërbejnë vetëm për të forcuar lidhjet me konceptet e reme si vetvetja dhe tjetri, jeta dhe vdekja, qielli dhe toka, e kështu me radhë. Ata që ngatrohen në këto ide të reme, pengohen të perceptojnë njohshmërinë integrale. Virtyti më i lartë që mund të ushtrohet nga dikush është të pranojë përgjegjësinë për të zbuluar dhe transmetuar të gjithë të vërtetën. Disa ndihmojnë të tjerët për të marrë bekime dhe admirim. Kjo është thjesht e pakuptimt. Disa kultivojnë veten pjesërisht për të shërbyer të tjerëve, pjesërisht për t'i shërbyer krenarisë së tyre. Ata do të kuptojnë në rastin më të mirë gjysmën e së vërtetës. Por ata që përmirësojnë veten për hir të botës, atyre do të zbulohet e gjithë e vërteta e universit. Prandaj, kërko të gjithë këtë të vërtetë. Praktikoj atë në jetën tënde të përditshme dhe ndaj atë me përullësi me të tjerët. Ti do të hysh në sferën e hyjnores. 17. Mos shko duke adhuruar hyjnit dhe institucionet fetare si një burim i së vërtetës delikate. Ta bësh këtë, do të thotë të vendosësh një ndërmjetës midis vetes dhe hyjnores dhe të bësh nga vetja një lypës që kërkon jashtë për një thesar që fshihet në brendësi të gjoksit tënd. Nëse do të adhurosh taun,
Së pari zbuloj atë në zemrën tënde. Atëherë adhurimi yt do të jetë kuptim plot. 18. Nuk ka asnjë metodë të vetme për të arritur realizimin e Taos. Të konsiderosh çdo metodë si metodë do të thotë të krijosh një dualitet i cili vetëm mund të vonojë të kuptuarin tënd të së vërtetës delikate. Personi i pjekur percepton pafrytësinë e metodologjive të ngurta e të jashtme. Duke kujtuar këtë, ai e mban qëndrimin e tij të pastrukturuar në çdo kohë dhe kështu është gjithmonë i lirë të ndjek rrugën integrale. Ai studion mësimet e mjeshtrave. Ai shpërndan të gjitha konceptet e dualitetit. Ai zbrazet në shërbimin e të tjerëve. Ai kryen pastrimin e tij të brendshëm dhe nuk e shqetëson mësuesin e tij me ngatresa të panevojshme. Duke ruajtur kështu lidhjen e hollësishme shpirtërore me energjinë hyjnore të mësuesit. Duke eliminuar butësisht të gjitha pengesat për të kuptuarin e tij, ai vazhdimisht ruan sinqeritetin e tij të pakushtëzuar. Për ulësia, këmbgulja dhe përshtatshmëria e tij ngjallin reagimin e universit dhe mbushin atë me dritë hyjnore. 19. Për personin e zakonshëm, trupi i njerëzimit duket i gjerë. Në të vërtetë, ai nuk është as më i madh dhe as më i vogël se çdo gjë tjetër. Për njeriu e zakonshëm, atje ka të tjerë të cilëve u duhet rritur ndërgjegjësimi. Në të vërtetë, atje nuk ka as vete dhe as tjetër. Për njeriu e zakonshëm, tempulli është i shenjtë dhe hapësira fushore jo. Kjo, gjithashtu, është një dualizëm që bie ndesh me të vërtetën. Ata që janë shumë të evoluar mbajnë një perceptim të padallimshëm, duke parë gjithçka, duke mos etikuar asgjë. Ata ruajnë vetdijen e tyre së njëshmërisë madhështore, kështu që ata suportojnë prej tij. 20. Clairvoyanti mund të shoh forma që janë diku tjetër, por ai nuk mund të shoh të pa formën. Telepatiku mund të komunikojë drejt për drejt me mendjen e një tjetri, por ai nuk mund të komunikojë me atë që ka arritur pa mendjen. Telekinetiku mund të lëvizë një objekt pa e prekur atë, por ai nuk mund të lëvizë të paprekshmen. Aftësitë të tilla kanë kuptim vetëm në fushën e dualitetit. Prandaj, ato janë të pakuptimta. Brenda njëshmërisë madhështore, megjithse nuk ekziston një gjë e tillë si clairvoyance, telepati ose telekinesis, të gjitha gjërat shihen, të gjitha gjërat kuptohen, të gjitha gjërat përgjithmonë në vendin e tyre të duhur. 21. Çdo moment është i brisht dhe i përkohshëm. Momenti i së shkuarës nuk mund të mbahet sado i bukur. Momenti i së tashmes nuk mund të mbahet sado i këndshëm. Momenti i së ardhmes nuk mund të kapet sado i dëshirueshëm. Por mendja është e preokupuar me imazhet e së ardhmes. Ajo anashkalon të vërtetën e qartë të momentit. Një që mund të shpërbëj mendjen e saj, papritur do të zbuloj taun në këmbët e saj dhe qartësinë në dorë. 22. Si mund të shihet njëshmëria hyjnore? Mos vallë në forma të bukura, mrekulli që të lënë pa frym, mrekulli frymëzuese? Tao nuk është i detyruar të paraqitet në këtë mënyrë. Ai është gjithmonë i pranishëm dhe gjithmonë i disponueshëm. Kur fjalët janë të raskapitura dhe mendja shpërbëhet, ai shfaqet. Kur qartësia dhe pastërtia kultivohen, ai zbulon vetveten.
Kur sinqeriteti është i pakushtëzuar, ai zbulon vetveten. Nëse ti je gati të jetosh me të, do ta shohësh atë kudo, edhe në gjërat më të zakonshme. 23. E vërteta më e lartë nuk mund të shprehet me fjalë. Prandaj mësuesi më madhështor nuk ka asgjë për të thënë. Ai thjesht e jep veten në shërbim dhe nuk shqetësohet kurrë. 24. Vetdia delikate e së vërtetës së universit nuk duhet të konsiderohet si një arritje. Të mendosh në kuptimin e arritjes së saj është ta vendosësh atë jashtë natyrës tënde. Kjo është e gabuar dhe e çorientuese. Natyra jotë dhe natyra integrale e universit janë një dhe e njëjta gjë. E papërshkrueshme, por përjetësisht e pranishme. Thjesht hape veten në këtë. 25. Jo të gjitha rrugët shpirtërore të çojnë në një shmërinë harmonike. Në të vërtetë, shumica janë devijime dhe shpërqendrime, asgjë më shumë. Se të mos i besosh qartësisë dhe thjeshtësisë së mënyrës integrale. Të jetosh me sinqeritet të pakushtëzuar, duke zhdukur çdo dualitet, duke festuar barazinë e gjërave. Çdo moment yti do të jetë i vërtetë. 26. Ka dy lloje bekimesh. E para janë begatitë e kësaj bote, të cilat fitohen duke bërë vepra të mira. Këto kanë të bëjnë me mendjen dhe kështu janë të kufizuara në kohë dhe hapësirë. E dyta është bekimi integral, i cili bie mbi ata që arrin vetdijen e një shmërisë madhështore. Kjo vetdije të çliron nga skllavëria e mendjes, kohës dhe hapësirës për të fluturuar lirshëm nëpër harmoninë e pakufishme të Taos. Në mënyrë të ngjashme, ekzistojnë dy lloje urtësie. E para është urtësia e kësaj bote, e cila është një kuptim konceptual i përvojave të tua. Për shkak se kjo vjen pas vetë ngjarjeve, kjo domosdoshmërisht pengon kuptimin tënd të drejtpërdrejtë të së vërtetës. Lloji i dytë, urtësia integrale, përfshin një pjesëmarrje të drejtpërdrejtë në çdo moment. Observuesi dhe i observuari shpërbëhen në dritën e vetdijes së pastër dhe nuk ka koncepte apo qëndrime mendore për ta zbehur atë dritë. Bekimet dhe urtësia që u grumbullohen atyre që praktikojnë rrugën integrale dhe që i udhëheqin të tjerët drejt saj, janë 1 miliard herë më të mëdha se të gjitha bekimet dhe mençuria e kësaj botës së bashku. 27. Mos imagjino se një qenie integrale ka ambicien për të ndriçuar të pavetdijshmit ose për të ngritur njerëzit e kësaj bote në sferën hyjnore. Për atë, nuk ka vetvete dhe tjetër, dhe si rjedhim, asnjë për të ngritur. Nuk ka parajs dhe ferr, dhe si rjedhim, asnjë destinacion. Prandaj, shqetësimi i saj vetëm është vetëm sinqeriteti i saj. 28. Është josh se të shohësh qiejt e gjerë dhe të ndritshëm si trupin e Taos. Megjithatë, ky do të ishte një gabim nëse identifikon Taon me një formë të veçantë. Ti nuk do ta shohësh kurrë atë. 29. Mos mendo se mund të arrish një vetdije të plotë dhe ndritshim të plotë pa disiplinën dhe praktikën e duhur. Kjo është egomanie. Ritualet e duhura i kanalizojnë emocionet dhe energjinë tënde jetësore drejt dritës. Pa disiplinën për t'i praktikuar ato, ti do të biesh vazhdimisht prapa në errësirë. Këtu është sekreti madhështor. Ashtu si vetëdijësimi më i lartë për të vërtetën delikate fitohet ndërmjet sjelljes së virtytshme dhe disiplinave mbështetëse, po ashtu ajo ruhet ndërmjet këtyre gjërave.
Qeniet shumë të evoluara e dinë dhe e respektojnë të vërtetën e kësaj. 30. Fjalët nuk mund të përcjellin kurrë bukurinë e një peme. Për ta kuptuar atë, ti duhet ta shohësh atë me sytë e tu. Gjua nuk mund ta kap melodinë e një kënge. Për ta kuptuar atë, ti duhet ta dëgjosh atë me veshët e tu. Kështu është edhe me taun. E vetmja mënyrë për ta kuptuar atë është ta përjetosh drejt për drejt atë. E vërteta delikate e universit është e patregueshme dhe e pamendueshme. Prandaj mësimet më të larta janë pa fjalë. Fjalët e mia nuk janë ilaç, por recetë. Jo destinacion, por një hartë për të ndihmuar ty të arrish atë. Kur ti të arrish atje, qetëso mendjen dhe mbyll gojën. Mos e analizo taun. Përpiqu në vend të kësaj ta jetosh atë. Në heshtje, në mënyrë të pandarë, me të gjithë qenien tënde harmonike. 31. Tao nuk vjen e as nuk shkon. Tao është gjithmonë i pranishëm kudo, ashtu si qielli. Nëse mendja jote është e turbullt, ti nuk do ta shohësh atë. Por kjo nuk do të thotë se ai nuk është aty. I gjithë mjerimi krijohet nga aktiviteti i mendjes. A mund të heqësh dorë nga fjalët dhe idetë, qëndrimet dhe pritshmëritë? Nëse po, atëherë Tao do të shfaqet në pamje. A mund të qëndrosh në qetësi dhe të shikosh në brendësi? Nëse po, atëherë do të shohësh se e vërteta është gjithmonë e disponueshme, gjithmonë e përgjigjshme. 32. Ego thot se bota është e gjerë dhe se grimcat që e formsojnë atë janë të vogla. Kur grimcat e vogla bashkohen, thot ajo, shfaqet bota madhështore. Kur bota madhështore shpërndahet, thot ajo, shfaqen grimcat vogla. Egoja është e mahnitur nga të gjitha këto emra dhe ide. Por e vërteta delikate është se bota dhe grimca janë të njëjta. As një e madhe, as një e vogël. Çdo gjë është e barabartë me çdo gjë tjetër. Emrat dhe konceptet vetëm bllokojnë perceptimin tënd për këtë njëshmëri madhështore. Prandaj, është e mençur ti injorosh ato. Ata që jetojnë brenda egos së tyre janë vazhdimisht të hutuar. Ata luftojnë furishëm për të ditur nëse gjërat janë të mëdha apo të vogla, nëse ka apo jo një qëllim për të bashkuar apo shpërndar, nëse universi është i verbër apo mekanik, apo një krijim hyjnor i një qenie të vetëdijshme. Në realitet nuk ka arsye për të pasur besime apo për të bërë komente për gjëra të tilla. Në vend të kësaj, shiko prapa atyre dhe do të dallosh të vërtetën e thellë, të heshtur dhe të plot të Taos. Përqafoj atë dhe hutimi yt zhduket. 33. Ashtu si bota mund të zbuloj veten si grimc, Tao mund të zbuloj veten si qenie njerëzore. Megjithse bota dhe grimcat nuk janë të njëjta, as të ndryshme ato nuk janë. Edhe pse trupi kozmik dhe trupi yt nuk janë të njëjtë, as të ndryshëm ato nuk janë. Botët dhe grimcat, trupat dhe qeniet, koha dhe hapësira, të gjitha janë shprehje kalimtare e Taos. I padukshëm, i pakapshëm, Tao është përtej çdo përpjekjeje për të analizuar apo kategorizuar atë. Në të njëjtën kohë, e vërteta e tij është kudo që ti të kthehesh. Nëse mund ta lëshosh atë me mendjen tënde dhe ta rrethosh atë me zemrën tënde, ai do të jetojë në brendësinë tënde përgjithmonë. 34. Të gjitha gjërat në univers lëvizin nga ato delikate në ato të dukshme dhe po kështu përsëri.
Pavarësisht nëse forma është ajo e një ylli ose ajo e një personi, procesi është po i njëjtë. Së pari, ekziston energjia delikate. Më pas, ajo bëhet e dukshme dhe merr jetë. Pas një kohe, jeta kalon, por energjia delikate vazhdon, ose duke u rikthyer në sferën delikate, ku ajo mbetet ose qëndron, ose duke u bashkuar sërish me gjërat e dukshme. Karakteri i ekzistencës tënde përcaktohet nga energjitë me të cilat ti e lidh veten. Nëse ti e lidh veten me energji të mëdha, duke e dashur këtë person, duke e urryer atë fis, duke refuzuar një përvojë ose duke u kënaqur zakonisht me një tjetër, atëherë ti do të bësh një sër jetësh të rënda dhe të lidhura. Kjo mund të vazhdojë për një kohë shumë të gjatë dhe të lodhshme. Mënyra e qenies integrale është të bashkohet me gjëra më të larta, duke u mbajtur pas asaj që është e rafinuar dhe delikate. Ajo përshkon sfera të rafinuara dhe delikate. Nëse ajo hyn në botë, ajo e bën këtë lehtë, pa lidhje. Në këtë mënyrë, ajo mund të shkojë kudo pa u larguar kurrë nga qendra e universit. 35. Dia intelektuale ekziston në tru. Për shkak se truri është pjesë e trupit, e cila një ditë duhet të skadojë. Ky koleksion faktesh, sado i madh dhe mbreslënës, do të përfundojë gjithashtu. Megjithatë, depërtimi, ndryshe njohuria, është një funksion i shpirtit. Për shkak se shpirti yt të ndjek ty përgjatë çdo cikël pas cikli jete, vdekjes dhe rilindjes, ti ke mundësinë të kultivosh njohurinë në një mënyrë të vazhdueshme, rafinuar me kalimin e kohës. Depërtimi, njohja, bëhet e pastër, konstante dhe e palëkundur. Ky është fillimi i pavdeksisë. 36. Është plotësisht e mundur që ti të arrish pavdeksin dhe të përjetosh gëzim dhe liri absolute për gjithmonë. Praktika e virtytit pa dallim është mjeti për këtë qëllim. Duke praktikuar mirësinë dhe vetmohimin, ti natyrshëm e lidh jetën tënde me rrugën integrale. Duke përafruar jetën tënde me rrugën integrale, ti fillon të eliminosh kufit iluzor midis njerëzve dhe shoqërive, midis errësirës dhe dritës, midis jetës dhe vdekjes. Duke eliminuar këto iluzione, ti fiton shoqërinë e qenieve më të larta shpirtërore. Në shoqërinë e tyre, ti je i mbrojtur nga ndikimet negative dhe energjia jote e jetës nuk mund të shpërbëhet. Kështu ti arrin pavdeksin. Kujto, nuk është se ata që kultivojnë tërësinë dhe virtytin në vetvete nuk kasin vështirësi në jetë. Është se ata kuptojnë se vështirësitë janë vetë rruga drejt pavdeksisë. Duke i takuar ato me qetësi dhe hapur, sido që ato të shpalosen, dhe duke u zhvilluar me gëzim në përgjigje të tyre, ata bëhen po aq të natyrshëm, po aq të plotë dhe po aq të përjetshëm sa vetë Tao. 37. Një person superior kujdeset për mirëqenien e të gjitha gjërave. Ajo e bën këtë duke pranuar përgjegjësinë për energjinë që ajo shfaq, si në mënyrë aktive, po ashtu edhe në sferën delikate. Duke parë një pemë, ajo nuk sheh një ngjarje të izoluar, por rrënjë, gjethe, trung, ujë, tokë dhe diell, çdo ngjarje lidhur me të tjerat, dhe pema që lind mes lidhjeve të tyre. Duke parë veten ose një tjetër, ajo sheh të njëjtën gjë. Pemë dhe kafsh, njerëz dhe insekte, lule dhe zoq,
Këto janë të gjitha imazhe aktive të energjive delikate që rrjedhin nga yjet në të gjithë universin. Duke u takuar dhe kombinuar me njëra tjetrën dhe me elementet e tokës, ato krijojnë të gjitha gjallësat. Personi superior e kupton këtë dhe e kupton se energjitë e saj luajnë një rol në të. Duke i kuptuar këto gjëra, ajo e respekton tokën si nënën e saj, qiejt si babajnë e saj dhe të gjitha gjallësat si vëllezërit dhe motrat e saj. Duke u kujdesur për ta, ajo e di se ajo kujdeset për veten. Duke u dhënë atyre, ajo e di se ajo po i jep vetes së saj. Në paqe me ta, ajo është gjithmonë në paqe me veten. 38. Pse nxiton të kërkosh të vërtetën? Ajo vibron në çdo gjë dhe në çdo jo gjë, pikërisht nga maja e hundës tënde. A mund të qëndrosh e qetë dhe ta shohësh atë në mal, në pisha, në vete? Mos imagjino se ti do ta zbulosh atë duke grumbulluar sa më shumë dituri. Dituria krijon dyshime dhe dyshimi të bën të lakmuar për më shumë dituri. Ti nuk mund të ngopesh duke ngrënë në këtë mënyrë. Personi i mençur ha darkë për diçka më delikate. Ai ha të kuptuarin se i emëruari ka lindur nga i pa emëruari, se e gjithë qenia rrjedh nga mosqenia, se bota e përshkrueshme buron nga një burim i papërshkrueshëm. Ai e gjen këtë të vërtet delikate në brendësinë e vetes së vet dhe bëhet plotësisht i kënaqur. Pra, kush mund të jetë në qetësi dhe të shikojë lojën e shahut të botës? Të marrët bëjnë gjithmonë lëvizje impulsive, por të mençurit e dinë se fitoria dhe humbja vendosen nga diçka më delikate. Ata shohin se diçka perfekte ekziston përpara se të bëhet ndonjë lëvizje. Kjo përsosmëri delikate përkeqësohet kur ndërmerren veprime artificiale. Ndaj je kënaqur që të mos prishësh qetësinë. Qëndro e qetë, zbulo harmoninë në qenien tënde. Përqafoj atë. Nëse mund ta bësh këtë, ti do të fitosh gjithçka dhe bota do të bëhet përsëri e shëndetshme. Nëse nuk mundesh, do të humbësh përgjithmonë në hije. 39. Nëse shkon në kërkim të krijuesit madhështor, do të kthehesh duar bosh. Burimi i universit është përfundimisht i panjohur, një lu madhështor i padukshëm që rrjedh përgjithmonë nëpër një lugin të madhe dhe pjellore, e heshtur dhe e pakrijuar. Ajo krijon të gjitha gjërat. Të gjitha gjërat nxirren nga sfera delikate në botën e dukshme me anë të marrëdhënieve mistike të yin dhe yang. Lumi dinamik yang shtyn përpara. Yin i qetë i luginës është pranues dhe përmes integrimit të tyre, gjërat vijnë në ekzistencë. Kjo njihet si Tai Chi madhështor. Tai Chi është e vërteta integrale e universit. Gjithçka është një Tai Chi. Trupi yt, trupi kozmik, forma, pamja, mençuria, energjia, bashkimet e njerëzve, shpërndarja e kohës dhe e vendeve, secili e sjell veten në ekzistencë përmes integrimit të yin dhe yang, ruan veten dhe shpërndahet pa drejtimin e ndonjë krijuesi. Krijimi yt, vet transformimi yt, akumulimi i energjisë dhe mençurisë, rënja dhe ndërprerja e trupit tënd. Të gjitha këto ndodhin vetvetiu brenda funksionimit delikat të universit. Prandaj, përpjekja e shqetësuar nuk është e nevojshme. Vetëm ki parasysh Tai Chin madhështor. 40. Ligjet natyrore të universit janë të paprekshëm. Energjia kondensohet në substancë.
Ushqimi hahet me gojë dhe jo me hund. Një person që neglizhon të marrë frymë do të bëhet blu dhe do të vdes. Disa gjëra thjesht nuk mund të anashkalohen. Është gjithashtu një pjesë e ligjit kozmik se ajo që ti thua dhe bën përcakton se çfarë ndodh në jetën tënde. Njeriu i zakonshëm mendon se ky ligj është jashtë vetes së tij dhe ai ndihet i kufizuar dhe i kontrolluar prej tij. Pra, dëshirat e tij shqetësojnë mendjen e tij. Mendja e tij shqetëson shpirtin e tij dhe ai jeton në trazira të vazhdueshme me veten dhe botën. E gjithë jeta e tij kalohet në luftë. Personi superior e pranon se ai dhe ligji delikat janë një. Prandaj, ai e kultivon veten për të përshtatur me të, duke sjellë moderim në veprimet e tij dhe qartësi në mendjen e tij. Duke bërë këtë, ai e gjen veten në një me gjithçka që është hyjnore dhe e ndriçuar. Ditët e tij kalojnë duke pirë në qetësi dhe duke marrë frymë nga kënaqësia. Kjo është e vërteta e thellë dhe e thjeshtë. Ti je mjeshtri i jetës dhe vdekjes tënde. Ajo që ti bën është ajo që ti je. 41. E mira dhe e keqja, vetvetja dhe të tjerët, jeta dhe vdekja. Pse të afirmojnë këto koncepte? Pse të mohojnë ato? Të bësh njërën do të thotë të ushtrosh mendjen, dhe qenia integrale e di se manipulimet e mendjes janë vetëse ëndra, iluzione dhe hije. Mbaj një ide dhe një tjetër konkuron me të. Së shpejti të dyja do të jenë në konflikt me një të tretë dhe me kalimin e kohës, jeta jote është e gjitha muhabet dhe kontradikt. Përkundrazi, përpiqu ta mbash mendjen tënde të pandar. Shpërbëj të gjitha idet në Tao. 42. Asgjë në sferën e mendimeve apo ideologjive nuk është absolute. Mbështetu në një të atill për shumë gjatë dhe ajo rrezohet. Për shkak të kësaj, nuk ka asgjë më të kodë dhe më frustruese se sa të mbështetesh në mendje. Për të arritur tek e palëkundura, duhet të miqësohesh me Taun dhe për ta bërë këtë, qetëso mendimet e tua. Ndalo sa analizuari, së ndari dhe duke bërë dallime mes një gjëje dhe një tjetre. Thjesht shiko se ti je në qendër të universit dhe prano të gjitha gjërat dhe qeniet si pjesë të trupit tënd të pafund. Kur e kupton se një veprim që i bëhet tjetrit i bëhet vetes, ke kuptuar të vërtetën madhështore. 43. Në kohët e lashta, njerëzit bënin jetë holistike. Ata nuk e mbitheksuan intelektin, por e integruan mendjen, trupin dhe shpirtin e tyre në të gjitha gjërat. Kjo i lejoi ata të bëheshin mjeshtër të dijes dhe jo viktima të koncepteve. Nëse një shpikje e re shfaqej, ata kërkonin për problemet që ajo mund të shkaktonte, si edhe për shkurtoret që ajo ofronte. Ata vlerësuan mënyrat e vjetra që ishin dëshmuar efektive dhe ata vlerësuan mënyrat e reja nëse mund të provojshin efektive. Nëse do të mos jesh e hutuar, atëherë imito këta njerëz të lashtë. Bashko trupin, mendjen dhe shpirtin tënd në gjithçka që ti bën. Zgjidh ushqim, veshje dhe strehim që përputhet me natyrën. Mbështetu në trupin tënd për transport. Lejo që puna jot dhe argëtimi yt të jetë një dhe e njëjta gjë. Bëj ushtrime që zhvillojnë të gjithë qenien tënde dhe jo vetëm trupin tënd. Dëgjo muzikë që lidh 3 sferat e qenies tënde. Zgjidh liderët për virtytin e tyre dhe jo për pasurinë apo fuqinë e tyre.
Shërbeju të tjerëve dhe kultivoje veten në të njëjtën kohë. Kupto se rritja e vërtet vjen nga takimi dhe zgjidhja e problemeve të jetës në një mënyrë që është në harmoni me veten dhe me të tjerët. Nëse mund të ndjekësh këto mënyra të thjeshta, të vjetra, ti do të rinovohesh vazhdimisht. 44. Kjo është natyra e mendjes së pandriçuar. Organet shqetësore, të cilat janë të kufizuara në shtrirje dhe aftësi, mbledhin informacion rastësisht. Ky informacion i pjesshëm përshtatet në gjykime, të cilat bazohen në gjykimet e mëparshme, të cilat zakonisht bazohen në idetë e marra të dikujt tjetër. Këto koncepte dhe ide të reme ruhen më pas në një sistem memorie shumë selektive. Shtrëmbërim mbi shtrëmbërim. Energjia mendore rrjedh vazhdimisht nëpër kanale të shtrëmbëruara dhe të papërshtatshme, dhe sa më shumë që njeriu përdor mendjen, aq më shumë ai konfuzohet. Për të eliminuar shqetësimin e mendjes, nuk ndihmon të bësh diçka. Kjo vetëm përforcon mekanikën e mendjes. Përkundrazi, shpërbërja e mendjes është një çështje e mosbërjes. Thjesht shmang lidhjen me atë që ti sheh dhe mendon. Hiq dorë nga ideja se ti je ndar nga mendja e gjithdijshme e universit. Atëherë ti mund të rikuperosh njohurinë tënde origjinale të pastër dhe të shohësh të gjitha iluzionet. Duke mos ditur asgjë, ti do të jesh në vetëdijshmëri për gjithçka. Kujto, për shkak se qartësia dhe ndriçimi janë në brendësinë e natyrës tënde, ato rifitohen pa lëvizur asnjë centimetër. 45. Nëse ti korrigjon mendjen tënde, pjesa tjetër e jetës tënde do të bjerë në vend. Kjo është e vërtetë, sepse mendja është aspekti qeverisës i jetës njerëzore. Nëse lumi rrjedh qartë dhe pastër nëpër kanalin e duhur, gjithçka do të jetë mirë përgjatë brigjeve të tij. Rruga integrale varet nga zvogëlimi, jo rritja. Për të korrigjuar mendjen tënde, mbështetu në mosbërje. Ndalos menduari dhe duke u kapur pas komplikimeve. Mbaje mendjen të shkëputur dhe të plot. Elimino baltën dhe errësirën mendore. Mbaje mendjen të pastër kristal. Shmang ëndrat me sy hapur dhe lëre të shfaqet njohuria jot e pastër origjinale. Heshti emocionet e tua dhe qëndro në qetësi. Mos u çmend me adhurimin e idhujve, imazheve dhe ideve. Kjo është si të vendosësh një kokë të re në majtë të kokës që ti tashmë ke. Kujto, nëse mund të ndalosh çdo aktivitet të shqetësuar, natyra jot integrale do të shfaqet. 46. Tao i jep lindje 1. 1 i jep lindje yin dhe yang. Yin dhe yang i jep lindje të gjitha gjërave. Tani harroje këtë. Tërësia e plot është tërësia e plot, po kështu çdo pjesë është e tërësisë së plot. Harroje edhe këtë. Dhimbja dhe lumturia janë thjesht kushte të egos. Harroje egon. Koha dhe hapësira po ndryshojnë dhe shpërbëhen. Nuk janë fikse dhe reale. Ato mund të konsiderohen si aksesor, por mos i mendo. Qenjet e mbinatyrshme pa formë shtrin forcën e tyre jetësore në të gjithë universin për të mbështetur qenjet e formuara dhe të paformuara. Por gjithsesi, e mbinatyrshmja është vetëm një pjesë e natyrës, ashtu si e natyrshmja. E vërteta delikate nuk thekson asnjërin dhe i përfshin të dyja. E gjithë e vërteta është në Tai Chi. Për të kultivuar mendjen, trupin ose shpirtin, thjesht balanco polaritetet. Nëse njerëzit do ta kuptonin këtë, paqja botërore dhe harmonia universale do të lindnin natyrshëm. Por harro të kuptuarit dhe harmonizimin dhe për t'i bërë të gjitha gjërat një.
Universi është tashmë një unitet harmonik. Vetëm kuptoje atë. Nëse ti përleshesh në kërkim të paqes së brendshme, do të humbasësh paqen tënde të brendshme. 47. Mendimi dualist është një sëmundje. Feja është një shtrëmbërim. Materializmi është mizor. Spiritualiteti i verbër është jo real. Të këndosh nuk është më e shenjtë se sa të dëgjosh zhurmën në një përroj. Të numërosh lutjet sjell jo më shumë shenjtëri se sa thjesht frymëmarrje. Rrobat fetare nuk janë më shumë shpirtërore se rrobat e punës. Nëse dëshiron të arrish unitet me Taon, mos u kap nga sipërfaqësitë shpirtërore. Në vend të kësaj, jetoj një jetë të qetë dhe të thjeshtë, pa ide dhe koncepte. Gjej kënaqësi në praktikën e virtytit pa dallim, e vetmja fuqi e vërtet. Duke u dhënë të tjerëve në mënyrë vetëm mohuese dhe anonime, duke rezatuar dritë në të gjithë botën dhe duke ndriçuar errësirat e tua, virtyti yt bëhet një vend i shenjtë për veten dhe të gjitha qeniet. Kjo është ajo që nuk kuptohet me mishërimin e Taos. 48. A dëshiron të çlirohesh nga nyjet mendore dhe emocionale dhe të bëhesh një me Taon? Nëse po, ka dy rrugë në dispozicion për ty. E para është rruga e pranimit. Poho këdo dhe gjithçka. Zjero lirisht vullnetin dhe virtytin tënd në çdo drejtim, pavarësisht nga rrethanat. Përqafo të gjitha gjërat si pjesë e një shmërisë harmonike dhe atëherë do të fillosh ta perceptosh atë. Rruga e dytë është ajo e mohimit. Kupto se gjithçka që ti sheh dhe mendon është një gënjeshtër, një iluzion, një perde mbi të vërtetën. Ishte gjitha perdet dhe ti do të arrish në një shmëri. Megjithse këto shtigje janë krejtësisht të ndryshme nga njëra tjetra, ato do të dërgojnë ty në të njëjtin vend, vetdijen spontane të një shmërisë madhështore. Pasi të mbërish atje, kujto, nuk është e nevojshme që të luftosh për ta ruajtur unitetin me të. Gjithçka që ti duhet të bësh është të marrësh pjesë në të. 49. Të mendosh dhe të flasësh për mënyrën integrale nuk është njësoj si ta praktikosh atë. Kush u bë ndonjëherë një kalor si mirë duke folur për kuajt? Nëse dëshiron të mishërosh Taon, ndalo së foluri dhe fillo të praktikosh. Relakso trupin tënd dhe qetëso shqisat e tua. Kthe mendjen në qartësinë e saj origjinale. Harroje ndarjen nga të tjerët dhe nga burimi hynor. Ndërsa kthehesh në një shmëri, mos mendo për të dhe mos ki frikë prej saj. Kjo është vetëm një tjetër mënyrë për të ndarë prej saj. Thjesht bashkohu në të vërtetën dhe lëre atë që të rrethojë. 50. Çfarë do bie ka të kalosh jetën duke grumbulluar gjëra materiale? Kjo nuk është në përputhje me Taon. Çfarë përfitimi ka nga përshtatja e sjelljes tënde me konventat e dikujt? Ajo cënon natyrën tënde dhe shpërndan energjinë tënde. Se të ndash jetën tënde shpirtërore dhe jetën tënde praktike. Për një qenie integrale, nuk ka një dallim të tillë. Jeto thjesht dhe me virtyt, besnik ndaj natyrës tënde, duke mos vënë asnjë kufi midis asaj që është shpirtërore dhe asaj që nuk është e tillë. Injoroje kohën. Hiq dorë nga idet dhe konceptet. Përqafo një shmërinë. Kjo është rruga integrale. 51. Ata që duan të dinë të vërtetën e universit duhet të praktikojnë 4 virtytet kryesore. E para është nderimi për të gjithë jetën. Kjo manifestohet si dashuri dhe respekt i pakushtëzuar për veten dhe të gjitha qeniet e tjera. E dyta është sinqeriteti natyror. Kjo manifestohet si ndershmëri, thjeshtësi dhe besnikëri.
E treta është butësia. Kjo manifestohet si mirësi, konsiderat për të tjerët dhe ndjeshmëri ndaj së vërtetës shpirtërore. E katërta është mbështetja. Kjo manifestohet si shërbim ndaj të tjerëve pa pritur shpërblim. 4 virtytet nuk janë një dogmë me jashtme, por një pjesë e natyrës tënde origjinale. Kur praktikohen, ato i japin lindje zgjuarësisë dhe evokojnë 5 bekimet: shëndetin, bollëkun, lumturinë, jetëgjatësinë dhe paqen. 52. A mendon se mund ta pastrosh mendjen tënde duke ulur vazhdimisht në meditim të eshtur? Kjo e bën mendjen tënde të ngushtë dhe jo të qartë. Vetdia integrale është e rrjedhshme dhe e adaptueshme, e pranishme në të gjitha vendet dhe në çdo kohë. Ky është meditim i vërtet. Kush mund të arrijë qartësinë dhe thjeshtësinë duke shmangur botën? Tao është i qartë dhe i thjeshtë dhe nuk i shmanget botës. Pse thjesht të mos nderosh prindërit e tu, ti duash fëmijët e tu, të ndihmosh vëllezërit dhe motrat e tua, të jesh besnik ndaj miqve të tu, të kujdesesh për bashkëshortin tënd me përkushtim, të përfundosh punën tënde në mënyrë bashkëpunuese dhe me gëzim, të marrësh përgjegjësi për problemet, të praktikosh virtytin pa e kërkuar më para të nga të tjerët, të kuptosh të vërtetat më të larta dhe të ruash në mënyrë të zakonshme. Kjo do të ishte një qartësi e vërtet, një thjeshtësi e vërtet, mjeshtëri e vërtet. 53. Kuptimi i vërtet i një personi ka 2 atribute: vetëdijsimin dhe veprimin. Së bashku këto formsojnë një tai chi të natyrshëm. Kush mund të gëzojë ndriçimin dhe të mbetet indiferent ndaj vuajtjeve në botë? Kjo nuk është në përputhje me rrugën. Vetëm ata që rrisin shërbimin së bashku me mirëkuptimin e tyre mund të quhen iniciues të Taos. 54. Në kohërat e lashta, shkenca të ndryshme holistike u zhvilluan nga qenie shumë të zhvilluara për të mundësuar evolucionin e tyre dhe atë të tjerëve. Këto arte delikate u krijuan përmes lidhjes së mendjeve individuale me mendjen universale. Këto ende u mësohen nga mësuesit tradicional, atyre që shfaqin virtyt dhe dëshirë për të ndihmuar të tjerët. Studenti që kërkon dhe studion këto mësime nxit evolucionin e njerëzimit si dhe shpalosjen e saj shpirtërore. Studenti që i shpërfill këto pengon zhvillimin e të gjitha qenieve. 55. Praktikat holistike të mjeshtrave të lashtë integrojnë shkencën, artin dhe zhvillimin shpirtëror personal. Mendja, trupi dhe shpirti marrin pjesë në to në mënyrë të barabartë. Ato përfshin këto: Yiyao, shkenca shëruese e cila përfshin diagnozën, akupunkturën, mjekësinë bimore, dietën terapeutike dhe metoda të tjera. Xiangming, shkenca që parashikon fatin e një personi duke vëzhguar manifestimet e jashtme fizike të fytyrës, skeletit, pëllëmve dhe zërit të tij. Feng Shui, shkenca për të dalluar rrezet delikate të energjisë të pranishme në një vendodhje gjeografike, për të përcaktuar nëse ato do të mbështesin siç duhet aktivitetet e një ndërtese ose qyteti të ndërtuar atje. Fuqua, vëzhgimi i ndryshimeve delikate të yin dhe yang me qëllim të marrjes së vendimeve që janë në harmoni me aspektet e dukshme dhe të fshehura të një situate. Themeli i Fuquas dhe i së gjithë praktikës taoiste është studimi i I Ching, ose quajtur ndryshe, libri i ndryshimeve. Neidan, Vaidan dhe Fangyong, shkencat e rafinimit të energjisë personale përmes alkimisë, kimisë dhe kultivimit të energjisë së ekuilibruar seksuale.
Tai Sui, shkenca e rigjallërimit përmes teknikave të frymarrjes dhe vizualizimit. Qun Shi, transformimi i esencës shpirtërore përmes mbajtjes së mendimeve në përputhje me burimin hynor. Shu Ser, përshtatja e jetës së përditshme me ciklin e rrezeve të energjisë universale. Bigu, praktika e agjërimit në ditë të veçanta për të mbledhur energjinë jetësore që buron nga pozicionet e harmonizuara të yjeve të caktuar. Sao Ye, shkenca e përqafimit të njëshmërisë integrale transcendentale për të realizuar konceptimin e perlës mistike. Tai Chi Chuan, kryerja e ushtrimeve fizike për të nxitur dhe drejtuar rrjedhat e energjisë brenda trupit për të fituar zotërimin e trupit, frymës, mendjes, organeve të brendshme dhe jetës dhe vdekjes. Fu Chi, shkenca e reformimit dhe rafinimit të energjisë me ushqim dhe barishte të pastra. Chuan Si, vizualizimi i brendshëm i unitetit të qenies së brendshme dhe së jashtme. Zai Ying, pastrimi i energjisë së dikujt ndërmjet praktikave asketike. Fu Yao, vizatimi i pikturave mistike dhe shkrimi dhe recitimi i thirrjeve mistike me qëllim të evokimit të një përgjigjeje nga sfera delikate e universit. Cancian, procesi i shpërbërjes së egos dhe i lidhjes me njëshmërinë madhështore ndërmjet studimit të shkrimeve klasike dhe dialogut të përditshëm me një mjeshtër të ndriçuar. Lion Yen dhe Qimen, shkencat mistike të lidhjes së energjisë për qëllimin e ndikimit në punët e jashtme. Nga këto, më e rëndësishmja për fillestarët është studimi i I Ching, i cili i mundëson dikujt të perceptojë ndikimet e fshehurat në çdo situatë dhe kështu të krijojë një mjet të ekuilibruar dhe të evoluar shpirtërisht për t'ju përgjigjur atyre. Të gjitha janë instrumente për të arritur taon. Ti studiosh ato, do të thotë ti shërbesh unitetit, harmonisë dhe mençurisë universale. 56. Nëse dëshiron të bësh një person i taos, atëherë studio atë që i shërben natyrës dhe jetës dhe ofroja atë botës. Lejo që përkushtimi yt për të mësuar mënyrat taoiste të jetë i plotë. Praktika e pjesshme dhe disiplina e pjesshme nuk do të bëjnë punë. Ti nuk mund ta njohësh trupin duke studiuar gishtin dhe ti nuk mund ta kuptosh universin duke mësuar një shkencë. Nëse e studion të gjithë taun me gjithë zemër, atëherë gjithçka në jetën tënde do ta pasqyrojë atë. 57. Universi është një rrjet i gjerë rrezesh energjie. Rrezja kryesore është ajo që buron nga origjina delikate dhe është tërësisht pozitive, krijuese dhe konstruktive. Megjithatë, çdo qenie shndërron energjinë e kësaj rreze primare në rrezen e vet, dhe këto rreze të ulta mund të jenë pozitive ose negative, konstruktive ose shkatëruese. Një individ që ende nuk është evoluar plotësisht mund të ndikohet negativisht nga rrezet e energjisë negative në rrjetën e tij. Për shembull, ndikimi i kombinuar i disa rrezeve negative mund të bëjë që një person i pazhvilluar të besojë se jeta e tij po kontrollohet nga një sundimtar i padukshëm dhe shtypës. Një keqkuptim i tillë mund të jetë një pengesë e rëndësishme për iluminim. Për të arritur evolucionin e plotë dhe statusin e një qenie integrale, ti duhet të jesh në vetëdijshmëri për këtë rrjet të nderlikuar dhe për ndikimet e saj mbi ty. Duke integruar rrezet e energjisë pozitive dhe harmonike me elementet pozitive së qenies tënde dhe duke eliminuar ndikimet delikate negative, ti mund të përmirësosh të gjitha aspektet e jetës tënde. Për të eliminuar ndikimet negative, thjesht injoroj ato. Për të integruar ndikimet pozitive,
Me vedi e rilidhe veten me rrezet e energjisë primare të origjinës delikate, duke adoptuar praktikat e mënyrës integrale. Atëherë të gjitha rrezet në rrjetën rreth teje do të bashkohen përsëri në një unitet harmonik. 58. Për aq kohë sa mendja, trupi dhe shpirti nuk janë zhvilluar dhe integruar plotësisht në mënyrë të barabartë, asnjë kulm shpirtëror ose gjendje ndriçimi nuk mund të mbahet. Kjo është arsyeja pse fet dhe ideologjitë ekstremiste nuk japin fryte. Kur mendja dhe shpirti detyrohen të bëjnë masa shtrënguese të panatyrshme ose të përmbahen dogmave të jashtme, trupi sëmuret dhe dobësohet dhe bëhet tradhtari së gjithë qenies. Kur është trupi ai që theksohet, duke përjashtuar mendjen dhe shpirtin, ata bëhen si gjarprinj të bllokuar, të furishëm, shpërthyes dhe helmues për vetë personin. Të gjitha këto disbalanca çojnë në mënyrë të pashmangshme në raskapitjen dhe ekspirimin e forcës jetësore. Kultivimi i vërtet i vetvetes përfshin integrimin holistik të mendjes, trupit dhe shpirtit, duke balancuar yin dhe yang përmes praktikave të ndryshme të rrugës integrale. Njeriu arrin unitet të plot brenda dhe jashtë vetes. Kjo manifestohet në botë si ekuilibër i përsosur dhe hir i përsosur. 59. Lakmia për iluminim dhe pavdekësi nuk ndryshon nga lakmia për pasuri materiale. Kjo është egoiste dhe dualiste, dhe si rrjedhim, një pengesë për arritjen e vërtetës. Prandaj këto gjendje nuk arrihen kurrë nga ata që i lakmojnë ato. Përkundrazi, ato janë shpërblimi të virtytshmëve. Nëse dëshiron të bësh një ëngjëll i pavdekshëm hynor, atëherë i vendos cilësitë ëngjëllore të qenies tënde ndërmjet virtytit dhe shërbimit. Kjo është mënyra e vetme për të fituar vëmendje në të pavdekshëmve që mësojnë metodat e rritjes dhe integrimit të energjisë që janë të nevojshme për të arritur në sferën hynore. Këta mësues ëngjëllor nuk mund të kërkohen. Janë ata që kërkojnë studentin. Kur ti të arrish të lidhësh energjinë tënde me sferën hynore përmes vetdijes së lartë dhe praktikës së virtytit pa dallim, transmetimi së vërtetave delikate ultimatume do të pasojë. Kjo është rruga që ndërmarrin të gjithë ëngjëjt për në sferën hynore. 60. Teknikat mistike për arritjen e pavdekësisë u zbulojnë vetëm atyre që kanë shpërbërë të gjitha lidhjet me sferën e dendur botërore të dualitetit, konfliktit dhe dogmës. Për sa kohë që ambicjet e tua të cekta së kësaj bote ende ekzistojnë, dera nuk do të hapet. Përkushtohu për të jetuar një jetë të virtytshme, të integruar, jo vetjake. Përsos energjinë tënde nga ajo bruto dhe e dëndur në atë delikate dhe të lehtë. Përdor praktikat e rrugës integrale për të transformuar personalitetin tënd si përfaqësor të kësaj bote në atë të një pranie të thellë, hynore, duke kaluar në secilën fazë të zhvillimit përgjatë rrugës integrale. Ti mëson të vlerësosh atë që është e rëndësishme sot në sferën delikate, dhe jo atë që duket e dëshirueshme nesër në sferën e kësaj bote. Atëherë dera mistike do të hapet dhe ti mund të bashkohesh me sundimtarët jo sundues dhe krijuesit jo krijues së universit të gjerë. 61. Për të kuptuar universin, ti duhet të studiosh dhe të kuptosh këto gjëra. Së pari, njohshmëria, Tao, Tai Chi madhështor. Së dyti, e dyta madhështore, forcat e yin dhe yang. Së treti, tre kategoritë kryesore të shprehura ose si qielli, toka dhe njeriu, ose si trup, mendje dhe shpirt. Së katërti, 4 forcat,
e fortë, e dobët, e lehtë dhe e rëndë. Së pesti, 5 elementet, simbolizuar nga uji, zjarri, druri, metali dhe toka. Së gjashti, 6 frymarrjet, era, i ftohti, nxehtësia, lagështia, thatësia dhe inflamacioni, të cilat transformojnë klimën dhe organet e brendshme. Së shtati, proceset e ndryshimit dhe riciklimit. Së teti, 8 manifestimet madhështore. Qielli, toka, uji, zjarri, bubullima, liqeni, era dhe mali. Kombinimet e së cilave zbulojnë të vërtetën delikate energjetike së të gjitha situatave, siç mësohet edhe në I Ching. Duke i kuptuar këto gjëra, ti mund t'i përdorësh ato në brendësi për të lënë pas atë që është e vjetër dhe e vdekur, dhe për të përqafuar atë që është e re dhe e gjallë. Pasi zbulohet, ky proces alkimie i brendshëm hap portën mistike drejt pavdekësisë shpirtërore. 62. Dëshiron të arrish taun e pastër? Atëherë duhet të kuptosh dhe të integrosh në brendësi të vetes 3 energjitë kryesore të universit. E para është energjia e tokës, e përqendruar në bark, ajo shprehet si seksualitet. Ata që kultivojnë dhe zotërojnë energjinë fizike arrin pastërtinë e pjesshme. E dyta është energjia e qiellit, e përqendruar në mendje, ajo shprehet si dituri dhe urtësi. Ata, mendjet e secilëve bashkohen me mendjen universale, gjithashtu arrin pastërtinë e pjesshme. E treta është energjia e harmonizuar, e përqendruar në zemër, ajo shprehet si njohuri, ndryshe depërtim shpirtëror. Ata që zhvillojnë pretësinë shpirtërore, arrin gjithashtu pastërtinë e pjesshme. Vetëm kur të arrish të trija zotërimet e energjisë fizike, mendjes universale dhe depërtimit shpirtëror, dhe ti shprehësh ato në një jetë integrale të virtytshme, mundesh ti të arrish taun e pastër. 63. Ka 3 shtresa në univers. Në pjesën e poshtme, Tai Ching, dhe në mes, Shan Ching. Pengimi i ekzistencës fizike trupore është e kërkueshme. Ata që nuk arrin të jetojnë vazhdimisht në përputhje me taun banojnë këtu. Në pjesën e sipërme, Yu Ching, ka vetëm Tao. Skllavëria e formës së shtyër dhe e vetmja gjë që ekziston është vallëzimi i shkëlqyer i energjisë si qenieve të pavdekshme hynore. Ata që dëshirojnë të hynë në Yu Ching duhet të ndjekin në rrugën integrale. Thjeshtëso personalitetin, rafinoj energjinë seksuale lartë, integroj yin dhe yang në trup, mendje dhe shpirt, praktiko jo impulsivitetin. Bëje vetdijen tënde një me ligjin e pastër dhe ti do të zbulosh të vërtet pas së vërtete dhe do të hysh në sferën e hollë të epërme. Kjo rrugë është e përcaktuar qartë dhe mjaft e thjeshtë për të ndjekur. Megjithatë, shumica e humbasin veten në mjergulla ideologjike të krijuara prej tyre. 64. Në kohët e mëparshme, njerëzit jetonin thjeshtësisht dhe të qetë, të ndjeshëm ndaj luatjeve që ndodhin vazhdimisht. Ata mundën të përshtateshin komfortësisht me energjinë e ditës. Sot, njerëzit bëjnë jetë histerike, impulsive, duke ignoruar ndryshimet delikate të yin dhe yang që ndikojnë në të gjitha gjërat. Ata bëhen konfuz, të raskapitur dhe të frustruar. Megjithatë, edhe sot njeriu mund të rikthejë tërësinë dhe qartësinë në mendjen e tij. Mënyra për ta bërë këtë është përmes studimit të I Ching. Ashtu si cikli i ditës dhe natës, gjithçka është një tai chi që përfshin lëvizjet midis yin dhe yang. Nëse nuk i sheh modelet në këto lëvizje, je e humbur.
por nëse konsultohesh me I Ching me mendje të hapur, ti do të fillosh të shohësh modelet që qëndrojnë në themel së të gjitha gjërave. Duke ditur se dita do të vijë, ti mundesh që natën të pushosh e qetë. Kur percepton me saktësi rrjedhshmërinë e gjërave, ti gjithashtu fillon të perceptosh qëndrueshmërinë pas tyre. Taun krijues, transformues, të pakufishëm, të pandryshueshëm. Të shohësh këtë është edukimi ultimat dhe lehtësimi ultimat. 65. Ndërveprimi yin dhe yang në brendësi të barkut të nënës misterioze krijon zgjerimin dhe të kurjen e natyrës. Edhe pse i gjithë universi është krijuar nga ky vallëzim riprodhues, ai nuk është vetë se një pjesë e vogël e qenies së saj. Zemra e saj është zemra universale dhe mendja e saj mendja universale. Funksioni riprodhues është gjithashtu pjesë e qenieve njerëzore. Për shkak se yin dhe yang nuk janë të plot në brendësinë tonë si individ, ne të shiftojmë për të integruar ato dhe për të sjellë jetë të re. Megjithse shumica e njerëzve e kalojnë tërë jetën e tyre duke ndjekur këtë impuls biologjik, ajo është gjithashtu vetëm një pjesë e vogël e qenieve tona. Nëse ne mbetemi të fiksuar pas farave dhe vezëve, atëherë jemi martuar me luginën pjellore riprodhuese të nënës misterioze, por jo me zemrën e saj të pamatshme dhe mendjen e gjithdijshme. Nëse dëshiron të bashkohesh me zemrën dhe mendjen e saj, duhet të integrosh yin dhe yang në brendësinë tënde dhe të rafinosh zjarrin e tyre lart. Atëherë ti ke fuqinë të bashkohesh me gjithë qenien e nënës misterioze. Kjo është ajo që njihet si evolucion i vërtet. 66. Integrimi i parë i yin dhe yang është bashkimi i farës dhe vezës në brendësi të mitrës. Integrimi i dytë i yin dhe yang është bashkimi seksual i mashkullit dhe femrës së pjekur. Të dyja këto kanë të bëjnë me mish e gjak dhe gjithçka që konceptohet në këtë sferë një ditë duhet të shpërbëhet dhe të kalojë. Është vetëm integrimi i tretë që i jep jetë diçkaje të pavdekshme. Në këtë integrim, një individ shumë i evoluar bashkohet me energjitë e brendshme delikate të yin dhe yang në dritën e të kuptuarit shpirtëror. Ndërmjet praktikave të mënyrës universale, ai e përpunon energjinë e tij bruto dhe të dëndur në diçka eterike dhe të lehtë. Kjo dritë hynore ka aftësinë për të depërtuar në oqeanin e fuqishëm të energjisë shpirtërore dhe urtësisë së plotë që është Tao. Jeta e krijuar nga integrimi përfundimtar është e vetëdijshme, por pa ego, e aftë të banojë në një trup por pa u lidhur me të, dhe e udhëhequr nga njohuria dhe jo nga emocioni. E plot dhe e virtytshme, ajo nuk mund të vdes kurrë. 67. Për të arritur nivelet më të larta të jetës, vazhdimisht duhet të kombinohen nivele të reja të yin dhe yang. Në natyrë, energjia mashkullore mund të gjendet në burime të tilla si dielli dhe malet, dhe ajo femërore në burime të tilla si toka, hëna dhe liqenet. Ata që i studiojnë këto gjëra, të cilat janë nënkuptuar vetëm këtu, do të përfitojnë pa mas. Për shkak se bashkimet gjithnjë më të larta të yin dhe yang janë të nevojshme për konceptimin e jetës më të lartë, disa studentë mund të udhëzohen në artin e kultivimit të dyfisht, në të cilin yin dhe yang integrohen drejt për drejt në një tai chi të marrëdhënieve seksuale. Nëse studenti nuk është vërtet i virtytshëm dhe mësimi nuk është ai një mjeshtri të vërtet, kultivimi i dyfisht mund të ketë një efekt shkatërrues. Megjithatë, nëse virtyti i vërtet dhe mjeshtëria e vërtet bashkohen, praktika mund të sjellë një balancim të thellë të energjive bruto dhe delikate të studentit.
Rezultati i kësaj është përmirësimi i shëndetit, emocionet e harmonizuara, ndërprerja e dëshirave dhe impulseve dhe, në nivelin më të lartë, integrimi transcendent i të gjithë trupit energjetik. 68. Në kultivimin e dyfisht të ngjëllor, njeriu mëson të ndjek taun. Për t'ju afruar taos, do të duhet i gjithë sinqeriteti i yt, sepse ai, tao, është i pakapshëm. Ai fillimisht zbulohet në formë dhe imazh, pastaj shpërndahet në esencën delikate dhe të papërcaktueshme. Edhe pse është vetë i pakrijuar, ai krijon të gjitha gjërat. Për shkak se nuk ka substancë, ai mund të hyjë aty ku nuk ka hapësirë, të ushtrohesh duke ju rikthyer vetes, të fitosh fitore duke qëndruar miqësor dhe duke u dorëzuar. Është më e butë se çdo gjë, prandaj kjo ka përcen çdo gjë të vështirë. Çfarë të thotë kjo ty për përfitimin e mosveprimit dhe heshtjes? 69. Qasja e një personi ndaj seksualitetit është një shenjë e nivelit të tij të evolucionit. Personat e pazhvilluar praktikojnë marrëdhënie seksuale të zakonshme, duke vënë të gjithë theksin te organet seksuale. Ata neglizhojnë organet dhe sistemet e tjera të trupit. Çfarëdo energjie fizike që është akumuluar shkarkohet në mënyrë të përmbledhur dhe energji delikate shpërndahen dhe çrregullohen në mënyrë të ngjashme. Ky është një kërcim i madh prapa për ata që aspirojnë në sferat më të larta të jetesës. Ekziston kultivimi i dyfisht të ngjëllor, për shkak se çdo pjesë e trupit, mendjes dhe shpirtit dëshiron integrimin e yin dhe yang. Marrëdhëniet ngjëllore hudhëhiqen nga shpirti dhe jo nga organet seksuale. Aty ku marrëdhëniet e zakonshme janë të mundimshme, kultivimi ngjëllor është i qetë, i relaksuar, i heshtur dhe i natyrshëm. Kur marrëdhëniet e zakonshme bashkojnë organet seksuale me organet seksuale, kultivimi ngjëllor bashkon shpirtin me shpirtin, mendjen me mendjen dhe çdo qelizë të një trupi me çdo qelizë të një trupi tjetër, duke kulmuar jo në shpërbërje por në integrim. Kjo është një mundësi për një burrë dhe një grua që reciprokisht të transformohen dhe të ngrenë njëri tjetrin në sferën e lumturisë dhe tërësisë. Mënyrat e shenjta të marrëdhënies së ngjëllore mësojnë vetëm nga një që ka arritur vetë integrimin total të energjisë dhe u mësohet vetëm studentëve që ndjekin në rrugën universale me përkushtim të thellë, duke kërkuar të pastrojnë dhe qetësojnë të gjithë botën së bashku me qenien e tyre. Megjithatë, nëse virtyti yt është veçanërisht rrezatues, mund të jetë e mundur të hapësh një shteg për në sferën delikate dhe t'i marrësh këto mësime qiellore drejt për drejt nga të pavdekshmit. 70. Litarët e pasionit dhe dëshirës thurin një rrjet lidhëse rreth teje. Konfrontimi i kësaj bote të bën të ngurtë dhe jo fleksibël. Kurthi i dualitetit është këmbgulës, i lidhur, i ngurtë dhe i bllokuar. Ti nuk mund ta përjetosh çlirimin. Ndërmjet kultivimit të dyfisht është e mundur që rrjeta të zbërthehet, ngurtësia të zbutet, kurthi të çmontohet, duke tretur energjinë tënde yin në burimin e jetës universale. Duke tërhequr energjinë yang nga i njëjti burim, ti lë pas individualitetin dhe jeta jot bëhet natyrë e pastër, të lirë nga egoja, duke jetuar natyrshëm, duke punuar me virtyt, ti mbushesh me vitalitet të pashtershëm dhe çlirohesh përgjithmonë nga cikli i vdekjes dhe i rilindjes. Kuptoje këtë nëse asgjë tjetër. Liria shpirtërore dhe uniteti me taun nuk janë dhurata të dhuruara rastësisht, por shpërblime të vetë transformimit dhe vetë evoluimit të vetëdijshëm. 71.
transformimi drejt jetës së përjetshme është gradual. Energjia e dëndur, bruto e trupit, mendjes dhe shpirtit duhet së pari të pastrohet dhe të lartësohet. Kur energjia ngjitet në nivelin delikat, atëherë mund të kërkohet vetë zotërimi. Një instruktor I mençur mëson parimet e fuqishme të vetë integrimit, vetëm atyre që kanë arritur tashmë një nivel të lartë vetpastrimi dhe zotërimi të vetvetes. Për më tepër, të gjitha mësimet e duhura ndjekin ligjet e përgjigjes së energjisë. Metoda më efektive është gjithmonë ajo ndaj së cilës energjia natyrore e studentit përgjigjet në mënyrë më harmonike. Së pari, beqaria dhe vetë kultivimi do të jenë të përshtatshme, sepse një tjetër kultivim I dyfisht I udhëhequr siç duhet do të nxjerrë përfitimin më të madh. Një mësues I zgjuar do të përcaktojë ekuilibrin e dur të praktikave për çdo individ. Në çdo rast, dije se të gjithë mësuesit dhe teknikat janë vetëm kalimtare. Realizimi I vërtet vjen nga bashkimi I drejtpërdrejt I qenies së dikujt me energjinë hynore të Taos. Nëse dëshiron të fitosh merita dhe të bëhesh një me hynoren, atëherë zhvillo virtytin tënd dhe zgjeroje atë në botë. Hiq dorë nga teologjitë e zbukuruara dhe idetë imagjinare dhe bëj disa punë të zakonshme të përditshme, siç është shërimi. Hiq dorë nga çdo konflikt dhe grindje. Praktiko mirësinë e palëkundur dhe durimin e pafund. Shmang ndjekjen e impulseve dhe ndjekjen e ambicieve që shkatërrojnë tërësinë e mendjes tënde dhe që të ndajnë ty nga rruga universale. As mos u fikso pas rrethanave dhe as mos hiq dorë nga vetdia për to. Për të menaxhuar mendjen tënde, dije se nuk ka asgjë dhe më pas hiq dorë nga çdo lidhje me asgjën. 73. Mësuesi nuk mund ta ndihmojë nxënësin për sa kohë që shpirti I nxënësit është I kontaminuar. Pastrimi I kontaminimit shpirtëror nuk është përgjegjësi e mësuesit, por e vetë nxënësit. Ajo realizohet duke I ofruar botës talentin, burimet dhe jetën e dikujt. Gjithashtu, ndër mësuesit dhe ëngjit e pavdekshëm që e rrethojnë atë, një student I shëndetshëm mund të ofrojë energjinë e tij të pastër, dhe një student I zbrazët mund të japë të paktën ushqim, verë ose shërbim. Kur dikush jep gjithçka që mundet pa kufizim, pengesat e individualitetit prishen. Nuk bëhet më e mundur të tregohet nëse është nxënësi ai që I ofron mësuesit apo mësuesi që I ofron veten studentit. Dikush sheh vetëm dy qenie të papërlyera që pasqyrojnë njëra tjetrën si një çift pasqyrash të shkëlqyera. 74. Ka nga ata që marrin energji nga adhurimi dhe meditimi mbi qenie dhe hynit hynore. Nëse ndihesh e prirur për të adhuruar, atëherë adhuro këtë. Adhuro diellin e zjarrt, depoja e yang, dhe hënën e ujit, depoja e yin. Adhuro qendrat shpirtërore të mashkullit dhe femrës, të cilat janë angjëllore në çdo kuptim. Adhuro 8 manifestimet madhështore: qielli, toka, uji, zjarri, bubullima, liqeni, era dhe mali. Adhuro 64 heksagramet e I Ching, të cilat ndriçojnë harmoninë themelore të universit. Së fundmi, adhuro Tai Chin madhështor, në të cilin të gjitha gjërat përmbahen, ekuilibrohen dhe pushojnë. 75. A dëshiron të çlirohesh nga sferat e ulta të jetës? Dëshiron të shpëtosh botën nga degradimi dhe shkatërimi për të cilën ajo duket se është e destinuar? Atëherë largo nga lëvizjet e cekta masive dhe shko në heshtje për të punuar në vetdijen tënde. Nëse do që të zgjosh të gjithë njerëzimin, atëherë zgjo të gjithë veten. Nëse do të eliminosh vuajtjet në botë,
atëherë elimino gjithçka që është e errët dhe negative në veten tënde. Dhurata më madhështore që ti duhet të bësh është ajo e vetë transformimit tënd. Pra, gjej një mësues që është një qenie integrale, një fener që shtrin dritën dhe virtytin e tij me të njëjtën lehtësi tek ata që e vlerësojnë atë dhe ata që nuk e vlerësojnë atë. Formësoje veten në modelin e tij. Lahu me shkëlqimin e tij ushqyes dhe reflektoje atë në pjesën tjetër të botës. Ti do të arrish të kuptosh një të vërtetë të përjetshme. Ka gjithmonë një shtëpi paqësore për një qenie të virtytshme. 76. Kush mund ta shpëtoj botën? Ndoshta ajo që i ndjek me përkushtim këto mësime, që qetëson mendjen e saj, që shpërfill çdo divergjencë, që zhvillon një vetdije të lartë për të vërtetat delikate, që bashkon virtytin e saj me virtytin universal dhe e shtrin atë në botë pa pritur shpërblim. Ajo, me të vërtet, do të jetë shpëtimtarja e botës. 77. Njerëzimi bëhet gjithnjë e më inteligjent. Megjithatë, ka më shumë të lashe dhe më pak lumturi çdo ditë. E si mund të jetë kjo e tillë? Kjo ndodh sepse inteligjenca nuk është e njëjta gjë me njohurinë. Kur një shoqëri keq përdor inteligjencën e pjesshme dhe injoron njohurinë gjithëpërfshirëse, njerëzit e asaj shoqërie harrojnë përfitimet e një jete të thjeshtë dhe të natyrshme. Të joshur nga dëshirat, emocionet dhe egot e tyre, ata bëhen skllëvër të kërkesave trupore, të luksit, të pushtetit dhe të fesë së pabalancuar dhe justifikimeve psikologjike. Pastaj fillon mbretërimi i fatkeqësisë dhe konfuzionit. Megjithatë, njerëzit superior mund të zgjohen gjatë korave të trazirave për t'i nxjerrë të tjerët nga balta. Por si mund të çlirojë një njeri këta shumë të tjerë? Duke çliruar fillimisht qenien e tij. Këtë ai e bën jo duke e ngritur veten, por duke ulur veten. Ai e ul veten në atë që është e thjeshtë, modeste, e vërtet. Duke integruar atë në vetvete, ai bëhet mjeshtër i thjeshtësisë, modestisë, së vërtetës. I emancipuar plotësisht nga jeta e tij e mëparshme false. Ai zbulon natyrën e tij origjinale të pastër, që është natyra e pastër e universit. Duke çliruar lirisht dhe spontanisht energjinë e tij hyjnore, ai vazhdimisht ka përcen situatat e ndërlikuara dhe tërheq gjithçka rreth tij në një unitet integral. Për shkak se ai është një hyjni e gjallë, kur ai vepron, universi vepron. 78. Ka shumë fe të pjesshme dhe në krahun tjetër është rruga universale, ajo integrale. Fetë e pjesshme janë shpike njerëzore të dëshpëruara, të shkafta. Rruga universale është një shprehje e thellë e mendjes së pastër, së plot universale. Fetë e pjesshme mbështeten në manipulimin hipnotik të mendjeve të pazhvilluara. Rruga universale bazohet në transmetimin e lirë të së vërtetës së thjeshtë, natyrore, të pandryshueshme. Është një realitet total, jo një praktik okulte. Rruga universale shmang fanatizmin konceptual, jetesën ekstravagante, ushqimin e zbukuruar, muzikën e dhunshme. Ato prishin qetësinë e mendjes së dikujt dhe pengojnë zhvillimin shpirtëror të dikujt. Duke hequr dorë nga ajo që është në mod dhe duke përqafuar atë që është e thjeshtë, e ndershme dhe e virtytshme, rruga universale të kthen te esenca delikate e jetës. Përshtat praktikat e saj dhe do të bëhesh si ato janë, të ndershëm, të thjesht, të vërtet, të virtytshëm, të plot. A e sheh, në ndjekjet e pjesshme, transformimi i dikujt është gjithashtu gjithmonë i pjesshëm, por në vetë kultivimin integral
është e mundur të arrijet një metamorfoze plot, të kapërcesh kufizimet e tua emocionale dhe biologjike dhe të evulosh në një gjendje më të lartë të qenies. Duke qëndruar jashtë hijeve dhe duke ndjekur këtë rrugë të thjeshtë, ti bëhesh e jashtëzakonshme, e padepërtueshme, një qenie me mpretësi të thellë kozmike. Ti e kalon kohën dhe hapësirën duke kuptuar të vërtetën delikate të universit. 79. Ata në brezat e ardhshëm që studiojnë dhe praktikojnë të vërtetën e këtyre mësimeve do të bekohen. Ata do të fitojnë dritën delikate të njohurisë, shpatën e fuqishme të qartësisë që përshkon çdo pengesë dhe perlën mistike së të kuptuarit që mbështjell të gjithë universin. Ata do të arrijnë njohuritë e nevojshme për të perceptuar të vërtetën integrale të Taos. Duke e ndjekur këtë të vërtetë me sinqeritet të pandërprerë, ata do të bëhen të plot, të guximshëm, të pathyeshëm, të paemërueshëm. 80. Bota është plot me mjeshtra gjysmë të ndritur, tepër të zgjuar, shumë të ndjeshëm për të jetuar në botën reale. Ata e rrethojnë veten me kënaqësi egoiste dhe u japin mësimet e veta madhështore njerëzve të pakujdesshëm, duke u bërë publike para kohe, me qëllim që të arrijnë një kulm shpirtëror. Ata vazhdimisht sakrifikojnë të vërtetën dhe devijojnë nga Tao. Ajo që ata realisht i ofrojnë botës është konfuzioni i tyre. Mjeshtri i vërtet e kupton se ndritësimi nuk është qëllimi, por mjeti, duke kuptuar se qëllimi i saj është virtyti. Ajo pranon kultivimin e gjatë dhe shpesh të mundimshëm që është i nevojshëm për të arritur atë. Ajo nuk planifikon të bëhet lidere, por mban në heshtje çdo përgjegjësi që asaj i bie, e pa lidhur me arritjet e saj. Duke mos marrë merita për asgjë, ajo drejton të gjithë botën duke udhëhequr individët që vinë tek ajo. Ajo ndan energjinë e saj hynore me studentët e saj, duke i inkurajuar ata, duke krijuar sprova për t'i forcuar ata, duke i qortuar për t'i zgjuar ata, duke i drejtuar rrjedhat e jetës së tyre drejt oqeanit të pafund të Taos. Nëse ti aspiron për këtë lloj mjeshtërie, atë e rrënjose veten në Tao. Hiq dorë nga zakonet dhe qëndrimet e tua negative. Forco sinqeritetin tënd. Jeto në botën reale dhe zgjero virtytin tënd në të, pa diskriminim në raundin e përditshëm. Bëhu babai ose nëna më e vërtet, vëllai ose motra më e vërtet, miku më i vërtet dhe studenti më i vërtet. Me përullësi respekto dhe shërbej mësuesit tënd, dhe përkushtoja gjithë qenien tënde në mënyrë të palëkundur kultivimit të vetvetes. Atëherë ti me siguri do të arrish vetë zotërim dhe ajo do të jetë në gjendje të ndihmojë të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. 81. Me gjithë këtë bisedë, çfarë është thënë? Të vërtetën delikate ai mund ta tregojë me fjalë, por ajo e vërtet nuk mund të përmbahet prej tyre. Merr kohë për të dëgjuar atë që po thuhet, pa fjalë, për t'ju bindur ligjit shumë delikat për të shkruar, për të adhuruar të paemërtueshmen dhe për të përqafuar të paformuarën. Duaje jetën tënde. Besoj Taos. Bëj dashuri me origjinën e padukshme të universit dhe do t'i japësh vetes gjithçka që ty të nevojitet. Nuk do të duhet të fshihesh përgjithmonë në tërheqje shpirtërore. Ti mund të jesh një vetmitar kontemplues miqësor, pikërisht këtu, në mes së gjithçkaje, kritësisht i pandikuar, i mbështetur plotësisht dhe i shpërblyer nga praktikat e tua integrale, duke inkurajuar të tjerët, duke u dhënë lirisht të gjithëve, duke zgjuar dhe pastruar botën me çdo lëvizje dhe veprim. Ti do të ngjitesh në sferën hynore në mes të ditës.
Fryma e Taos flet dhe ata që janë në harmoni me të dëgjojnë mjaft qartë. Ky ishte edhe fundi I librit Mësimet e panjohura të Lao Tzu nga Hua Huqing. Faleminderit të gjithëve.